Eja dashur dhe të falenderoj shumë që je në studio. Qaq shoqet mirë ka me qaq shpesh jenë ataku, deri tash mos më ardhë në kanape, angazhimet shumëta. Ashtu. Përshëndetje, dashur, kënaqësi. Falënderit. Rahatoj, të lutem dhe të falenderoj që erdhe në studio. Për ata që nuk e di, neve na bashkon pak edhe peja. E kemi pak një farë lokalizëm minimal, të më sheft pak për pejen. Falenderit që në studio. Falenderit, kënaqësia imja është gjithmonë. Sarë që vite ju, unë kënaqem edhe ndjehem si në shtëpinë time. Ja bëra ftesën shkues e ndruar dhe më tha, më ke gjeta shumë të angazhume, nuk po di kam u qkyma për para. Thash, lej, thash, do, thash, mongu minus, thash edhe hajden kanape. Unë e di që kanë lezet dhe knajtësi gjitha këtu angazhime, po ku e ki fokusin më të madhë momentalisht? Ku është? Fokusin më i madhë. Më falë se si ta ktheva përgjigjen apo të kujtohet. Po. Tash mëre e vladë se që kam bone. Mëre e vladë se që kam bone. Më shtine me u organizua dhe... U organizova dhe po do kështë shumë bukur, si gjithmonë. Si gjithmonë. Falënderit. Fokusin, ku e ke momentalisht? Apo gjithandej? Gjithandej, nga pak. Kryesisht është fundi i vitit akademik, fakultetit, tash fillojnë edhe provimet e qeshorit, kështu që pasi që unë e përcjellin një gjenerat, kështu për çdo, mos them çdo javë, çdo dytën javë, apo çka kom shfaqje të studentëve të cilat vlerësohen edhe diplomojnë me ato shfaqje. Kështu që pak jo me shpërndom në disa pjesë që duke u përgatitur. Fatkeqësisht po kemi problem edhe me vend, me teatr. Dodona është në renovim, se zakonisht çdo herë kemi pas ndihmë dhe Dodona na kanë... Po një plan po ka qenë, po. Po, mirë po është në renovim, kështu që një pjesë, disa student kanë, po më duket që në Odë, nëse nuk ndron diçka, në skenën e fakultetit është nuk është skenë e cila i përmbush kërkesat për një shfaqje, mirë po tek e fundit, zgjedhja fundit është aty, jam duke u marrë me paka shumë me infrastruktur të artit seleksionim, pasi që unë si vjetë nuk kam hyrë punës për më bërë regji për asnjeri nga studentët e mi, se falë zotit se secili është gjindur në ndonjë projekt të shfaqeve, kështu që unë kam qenë e lirë nga ajo. Në regull. Stresues fundi i semestrit nuk është vetëm për nxënësit, është dhe për ata që i mësojnë dhe për ata që janë prap atyre si ju në këtë rast. Është shumë stresuese kjo pjesa e përfundimit të vitit semestrit? Shive shpen çdo herë, shumë miq, kolegë ma bojnë, po pse stresohesh ti ke kry fakultetin? Çdo provim i tyne është një pjesë e shpirtit tim shkon coptohet aty, se stresi për me dal mirë, për mos me dal keq, se nuk deri tash e kom bajt ratingun si çdo klasë, çdo gjenerat ka dalë mirë. Tash nuk dalin të gjithë. Aty këtu mirë, po jo publiki vazhdimisht edhe mundohem me mbajt atë rating, me mbajt edhe nuk është letë. Nuk jom prej aty në që thamë, po ta shopuna këty në le të bojnë për vetë, e kanë jo. Se nëse humbë, nëse nuk bë mirë, sukses në zonë si jot, ati dyshka dhe unë e kom në i telashe, në i problem. E shë edhe vetën me pak copë zafaji, kur... Po, pa tjetër. Ashtu duhet ishte realisht. Pa tjetër, na jena... Arti është si familje kur puna, nuk mundesh me u distancu dhe këtu erdhe, po që është një derë që hapë studentit me dalë në një botë që duesh mu gjinë, se show biznisi vetë, televizionet, radiot, arti, teatri, jonë zanate, qa që jonë të bukra, të magjishme, mirë po qa që jonë të vështira, so nuk ka mes. Kështu që shumë bukur, po dukemi tash veç ne e dim për para qka... E kuptoj. Por të qenurit mësimdhënëse profesoresh në këtë ratë, cila është sfida më e madhe për juve personalisht? A është përgjithësia për gjeneratat e reja që tjenë të informum, të edukuar mënyrën sa më të mirë të mundshme në aspektin profesional, apo ku e shikni veten më sfiduese në këtë pikë? Sepse mbase dallon, për gjithë kënd është ndryshe. Mirë, po shpend me mosh, me pjekuri artistike, me gjitha këto po e fiton një konfidencë dhe më nuk po më sfidon asgjë hiç fare. Adin për para ndoshta më stresu ma shumë, kom punu 5 herë ma shumë, mirë po tash po e shoh, kur po punoj ka njeri 5 herë, 10 herë ma shumë gjatë rinis, edhe po tu shpërblej, ka një farë lloj reflektimi në këtë kohë se tash ma qëti me situatat bën, zbën mirë, jo mirë, aqë mirë. Apo mundosh me shiju këtë qëtësi edhe këtë paqe që i ke me vetën që the që kur kam punuar shumë sa kam qenë më e rej tash po më shpërblet në një farë forme, është një mirënjohje për punën e madhe që ke bërë në të 20-30-at? Është interesant se po në një farë mënyre, mirë po
unë e them, po e them si në humor, ne kemi dreqi në kokë, që nuk rrim rahat. Kështu që, çdo herë tash del diçka e re, çka unë e duna me bo me këtë fazë tjetër tjetës. Kështu që nuk jam bashkë qetë 100%, veç kom plane, është etap tjetër kohore jetës sime, si artistike, edhe ashtu private, personale. E ngarkon vetën shumë me qëllime? I vendos vetit e the që tash me një etap tjetër vjen dhe angazhime dhe këndvështrime, pozicionime tjera në aspektin personal dhe profesional, po e mundon shumë vetën me plane ose me gjëra fatgjate? Shife, nga njëherë mendoj që e mundoj. Mirë, po kur dalin të bukura, thëmë sa mirë se gjërat nuk vinë vetë bash ashtu. Aden, se ne jemi artista dhe vazhdimisht ndrojmë, vazhdimisht punojmë, truni jonë nuk ndalet. Asë njerë, kisha pas dëshirë me mendu dishka, tash nga njerë i kalojmë edhe kufit. Nga njerë më uqetsu, me bojnë ndë një muhabet me familjartë, e banë mirë, po me njerë ops të kthehet, se adin është puna që ndoshta dhe shkëlqimet tona jonë me moshme, etapa e doj me i marë të gjitha me i shiju. Edhe pse aktrimi është gjë e bukur, se deri në pleqërinë e vëndshme, mund punosh, një që gazetaria, që të e kemi të mirë që ta, nuk kemi afat s'ka dus. Jo, se mund të aluj ndo një gjyshe, apo dishka tjetër, ku ta di unë ndo një plak, kështu që asë njerë nuk mbet pa punë, ajo e mira kësaj, e nonën tjetër, ka profesione edhe më të vështira, si kurse baleti, që jeta e tyre është e kufizume të mërsisht. Ose sporti, ose shumë e vërtet. Pikrishtu që ne paka shumë jemi me fatë. Në regull. Unë e di që ju artistët në përgjithësi keni një botë jashtëzakonshme, me ngjyra, keni një këndvështrim më ndryshe prej profesioneve të tjera. Këtë e di sepse kam ndërvërsuar dhe kam shumë miq, një ndërta dhe ju, po masa dhe njerëzit, publiku pak e kupton këtë botë. Andaj më duket që komuniteti ju jeni miq me zvete, sepse e kuptoni njëri tjetrin më shumë. Ndërsa masa publiku pak a heziton me pa botën ju, apo vetëm e shat produktin final? Shife, është për tu që ditë, se unë i takoj edhe gjeneratës parë edhe tash. Ka fillu një trend i ri, nuk është si ka qenë. Tash njerëzit në lakmojnë që ka bojmë ne, në lakmojnë si vishemi ne, në lakmojnë si jetojmë ne, mirë po ju mungon guximi. Atë guxim, falë Zotit e kena ne. Ato gjërat cilat ne i bojmë, i flasim, e jetojmë jetën si dojmë ne, dikush tjetër mundet veç t'i ndroj, apo t'i shëndë ndo një film, apo serial. Ne e jetojmë edhe mendojmë, e jetojmë qastin. Kështu që është dalimi paka shumë. Kështu që duke na adhuruar në atë njërë që tash kushtimisht thënë, o e lumja ti, sa mirë kënaqeni, o sa mirë ja bone që shto o kënaqe të shëtit, o kënaqe po. Pikrisht, janë disa gjana që të tojnë, pse nuk i ba dhe ti? Jom influencere shumë e mirë në njerëz, se kur i shot që kam potencial, po edhe ti mundesh, mundosh me motivu edhe mundosh me shty për para. Pa tjetër, se gjdo erë kom që me konë shoqërohem, jo me mjep komplimente, veç me qenë shoqe me mu në krim, si partner në krim. Kushtimisht për të. Njëjtë e bërë edhe më mbu pak meret, sepse hapëm një temë shumë ndjeshme dhe... Kështu që prej sotit jena partner në krim. Jena partner, okej. Unë e di që ti ke shoqëri shumë, por diçka që më la vështirë para se të kemi në studio, më thaj që tani, kur po shkojnë vitet, po mundohem që shoqërinë ta zgjidhi. Dhe mos t'jem shumë me një rreth gjërë, ose mos t'jem shumë më detajiste se kam pran vetës. Po këto më ka bo një... Se unë vazhdimisht, si që thamë që mendojmë që s'po punoj, mirë po punoj gjatë gjithë kohës, truni. Kom fillu me seleksionu edhe me fokusu në shumë monologjet ndryshme. E si do mos femrave të viteve 50-a. Nëse unë i kam kaluar matit 50-a, veç tash po kom dëshirë me tonë 50-ave, edhe me u fokusu me këtë botë që kem hyë edhe me undi që ashtu që shumë di për para, koklartë me undi edhe tash. Pranë publiku t'je me monologjet ndryshme, të cilat publiku i ka pranuar shumë mirë. Edhe janë të ndjera dhe shumica prej njerëzve e gjejnë vetën. Jo vetëm gjenerata për cilën ju flet dhe ju referosh, po edhe ata që janë ndoshta edhe më të ri dhe më të vjetër e gjejnë shumë shpesh. Nuk e di nëse është e tepërt, sepse nuk e diskutuam pak para se t'hynim në studio, nëse do të ma bëjen një monolog ose ke diçka gati që kishim mujt në studio këtu. Më zure peng kishim mujt në studio. Mirë po kam një problem të vogël, se monologun gjysëm të pregaditur e kom, se po pres mirë po edhe syzet i kom haru. Kështu që
nëse e kisha bo monologun, me pas konsiderat që mund të gabojnë dika, apo mund tjetë ajo. Konsideratën e ke 100% nga unë dhe nga shikuesit ta garantoj. Okej, mund tjetë që nuk do të gaboj, nuk e di. A më tregon pak për çka flitet apo s'po e zbulojmë? Për çka flitet pak? Po e flo. Është për gratë mbi 50 vjeçare, 50, do me thonë 56 që unë i takoj kësaj gjenerate, është një fazë e re e jetës, është një kohë kur kalon menopauzën, është një kohë kur fillon me pa në sy tjetër, fillon me u kënaq më shumë edhe me suksesin e dikujt tjetër, edhe une shpesh, pa tjetër edhe moshatarët e mia shpesh kanë me përjetu këto, jema emocionale, filloj me qajt, me diken, edhe nëso i gëzushëm, martohet, martesa qajt. Jema empatike. Po, edhe filloj qeshi shumë, kur nuk kam qesh më shumë. Ndo një barcolet që, sa dhe kush e disa me qesh, unë pakëm ty qesh. E kuptoj. Janë disa gjëra hormonale që në kokën time vazhdojnë, për shembull edhe në ushqime, fillojnë, çdo herë nuk kam grënë ëmbëlsira, nuk i kam dashur. Ata kam filluar t'i dua ëmbëlsirat, edhe ma bojnë kujdes se shton peshë ndoshësh, po çka ka lidhje mua po më hajt. Sa e bukur si ligji natyrës, si ligji universit që secila moshë ta kesh etapën e vet, dhe po thua që një barcolet ndoshta që tjerët qeshin pak, unë qeshin shumë se e përjeton më shumë emocione. Ndoshta po japim një mundësi monologut, uroj që nuk e ke problem pasyze, unë të mia ti kisha jep, por i kam për larg, nuk i kam për afër, kështu që nuk e di. Herën tjetër. Herën tjetër e pregadjes edhe vi kështu. Ma tu cilën kamerë më u drejto. Kjo është kamera jote, prapa me Numër 2, po. Hajde, bre, po fillojmë. Hajde. Si femër, 50 vjeçare e më shumë. Kam fillu të mos shoh mirë nga larg. Kam filluar të mos kem shumë keqardhje për njerëz të tjerë. Edhe bile, kam fillu të du vetën pak më shumë. Të përzgjedh ushqime, të përzgjedh kjo më hajt, ajo më hajt, kjo nuk më hajt, mirë po gjatë kësaj kohe, kam filluar të përzgjedh edhe shoqërinë, të përzgjedh shokët dhe miqët, cili bën dhe cili nuk bën, jo. Ti kushtoj më shumë vetës edhe të bëj dhurata vetëm unë kur dua, jo pse duhet. Duhet ti dërgosh, t'ja sjellësh një dhurat, po pse? Veç ashtu, jo. Bile, kam filluar të them jo, pa keqardhje. Pa pik keqardhje edhe të kënaqem me atë që e thash. Bile, mos ti haroj. Kam filluar, çdo herë kam dashur, t'i falenderoj të gjithë ata që më duan dhe më përkrahin. Mirë po, besomni edhe një gjë. Kam filluar të mos i përshëndes ata që nuk më përshëndesin, fare, hiq, dhe kënaqem. Gati, arova dhe një gjë. Kam filluar të mos i shoh pluhurat në mobilet e mia. Mirë po, aq më bën. Shumë e bukur. Shumë e bukur dhe shumë e ndjerë. Sa ke e vështirë me shkru? U emocionova? Jo, u frigova se pa syze, edhe nuk isha sigur në tekst. Ishe briljante. Kështu që nuk gabova, faleminderit. Janë nga Judy Foster, disa pjesë të marrura, e i kom kombinu nga aktoria. Kështu që gjitha këto e bëjnë një reflektim të jetës tonë, cilën po e kalojmë, edhe realiteti që po ndodh. Për shembull, është shumë, si më thonë, tranzicion i kohërave që po kalojmë. Na jemi një popull shumë i çuditshëm dhe vital. Kemi kalu, mos them para luftës, ne kemi kalu okupimin, kemi kalu shtëpit në shkolla, kemi kalu helmimet, pastaj luftrat, dëbimet, e gjitha këto. Edhe Covidin. Edhe Covidin, edhe tash ju lutem pak, kështu që kemi kalu gjitha këto tranzicione, edhe tash po e kalojmë një tjetër të më të riun, algoritmin, teknikën, gjitha këto që
për juve është okej gjeneratën e vjetër, për mua është pak stres i madh. Është presion pak i kthyer dhe për ne gjeneratën e re, lemo për juve në cilën është diçka e re digitalizimi, ndërsa ne, mbasi duke u rritur, duke zhvilluar, jemi rritur gradualisht me teknologjinë. Ndërsa për juve mund të jetë një shok algoritmi ose mos flasim pastaj për inteligjencën artificiale dhe ChatGPT që janë pa imagjinueshme 2 vite më herët ose 3 vite më herët. Definitivisht, kështu që jam fokusuar këtë botë duke po këto ndrime, si e tha Judy Foster, funeralet, mas pak të jam bo dhimbje për të ndjerin, atë ndjerën, më shumë jam bo show-off më u tregu. Për të gjallët. Për të gjallët. Gjithashtu edhe ahengjet, dasmat, më shumë jam bo për me u tregu, se sa me e festu atë dashurit që po ndodh aty. Janë disa teori teori cilat ta zhvillojnë imagjinatën edhe ka kapësh për një diçka për intelektin tonë edhe për me zgjeru atë djenin që e kemi në kokë edhe me mujt me mbjetu kohën më të bukure. Për menopauzën që përmende shumë pak flitet nga gjinia mashkullore, nga burrat edhe nga djemt. Ka mbasën nga mentaliteti ynë shumë bashkëshort nuk e dinë se çfarë është menopauza, nuk dinë se si ta trajtojnë gruan që është e menopauzë, pastaj dhe gjëratat e të reja djemt nuk e dinë çfarë po kalon nëna e tyre që është në menopauzë. Kështu që hapin një temë shumë të rëndësishme, por çfarë duhet dim për këtë etapë tjetës, për menopauzën përgjithësi? Sa ka ndikuar tek pjesa hormonale ose psiqike, më thuaj pak. Shumë interesant është se asu nuk e kom ditë se mentaliteti jonë ishte tjetër. E ke kuptuar si definicion, por nuk e kuptuar në esencë se çfarë është. Në esencë, ama gjithasi informat personale, individuale kam ditë mirë, po shoqëria jonë që ballafaqohet me një budallaki aq të madhe, nuk e kom ditë. Derisa e kom qush me thonë ballafaqu. Nuk e kom ditë që edhe vetë gratë e moshës ime e mshefin menopauzën. është si mare, është si... Turp. Ajo ishte mendësia e femrës primitive që mendon që është e lëm pasdore. Nëse te je në atë fazë ti je pronë e lëm pasdore, gjë që o gabim, tek atëherë femra formësohet, krijohet, bile edhe zbukurohet, ka të atil. Ajo e njëjta gjë ndodhe dhe të mashkujt me menopauzë. Mirë po, njëjta gjë, njëjta hormone mashkullore, femrore jonë, mirë po jonë edhe e mshefin, nuk e diskutojnë, nuk e bojnë, besom që jashtë ka fletushka që në për institucione ku punojnë, që ka dëshkruat që të keni kujdes, të bëni këtë, të bëni atë, se nuk bën. është shumë normale, gjë që përderi sot e ne, kur kam hasë që njerëzit nuk e flasin, as nuk kanë dëshirë dhe të shofin, jo, ati qenë ke me menopauzë, jo, unë nuk jam. Oh my God. Pse e gjykojmë, pse e para gjykojmë? Pikërisht, pse është ajo? Nëse ke ardhur në vite që po e shijon jetën dhe aty pari ti kush menopauza, nuk është ndonjë problem? Shumë i madh për të gjykuar ose për të para gjykuar. Është një fenomen natyror në cilin nuk mund ta ndalim as unë as ti as kurkush, kështu që pse para gjykohet? Në vend se me ju gëzu që Zoti ta dha shëndetin, ta dha jetën që me kalu edhe këtë fazë, se ka të atil që se ka mëri me kalu fazën, ka ndru jetë. Ne nuk i shijojmë këto me paragjykime, pse është kjo kështu, pse është ajo, duke me pavli, jo, miket e mia, pikërisht për ata e them, edhe bëj kësi monologje, edhe vazhdoj të bëj, edhe të ngriti zërin që është shumë normale, është shumë e mirë në bashkëpunim, nuk e them në atë kontekstin se nuk jam ndonjë femën shoveniste, se vetëm femrat kanë të drejte, vetëm këto duhet... Nuk je shumë feministe? Jo, as nuk kam dëshirë të jem. Sot në përshtutit flitet dhe bërtitet shumë për të drejtat e grave, për të drejtat barabarta, gruaja është e shtypur në vendin tonë, por që është e shtypur këtë e dim, sepse ka raste edhe deri tek vrasjet e grave që ndodhin në Kosovë. Por tek ty si është të drejtat e barabarta në vendin tonë, ose a beson në to? Unë besoj shumë. Unë jam një vajzë që jeta jeme, karjera jeme është bë prej 3 mashkujve. Babës tem as pari, pastaj profesorit tim dhe bashkëshortit tim. Në më thonë, tash unë ta marrë të qmendën, shajt bëj, qka ka të bëj me mashkuj është e keqe, jo më falë.
janë ligje të pashkrume të bukura. Se nëse ndonjëherë njëri po punon, po sjell të holla më shumë, atëherë normal që tjetri duhet i rigati. Nëse kundër ta ndodh normal, krejt shkon në harmoni, në ligje të pashkrume të mirëbesimit në mes të partnerve. Nuk është kjo çmenduri, unë bëj çka du, unë më vjen mirë kur i shoh që çmenden edhe flasin e bërtasin në për studio që e tha. Mirë po kur i shef jashtë, mënyra se si jetojnë, mënyra se si sillen në restorane, në lokale, sigurisht edhe në shtëpi tyre, është botë tjetër, është një farë. Është një kontrast shumë i madh, po thua nga studio televizive dhe nga ambientet familjare. Ju lutem, ato ta them për, kështu që është një gjë që thuhet në popull, çdo gjë është më të lindur. Nëse ke lind e atill, ke me përcjell qetësi, atë energji edhe atë. Unë jam nana e 3 vajzave, pse dua të bërtas bëj? Jo, i dim ligjet, i dim rregullat, e kanë konfidencën e tyre, mbi të gjitha kur ja ndërton bazën e fortë, kur i ki rënjet, asgjë nuk sfidan. Baza e fortë duhet jetë edhe tek djemt, edhe tek vajzat në zhvillimin dhe rritjen e tyre. Mbas është një shoqëri toksike në raport me vajzat. Vajza është pak më ndjeshme në shoqërinë tonë sepse nuk mirret shumë me mirëqen, nuk respektohet mjaftueshëm. Mbase. Nëse pret me të respektu, atëherë kur s'ke mu respektu? Ne nuk po flasim për shoqërinë tonë, për elitën me Prishtinë, sepse ne kemi të bëjmë me njerëz të shkolluar, të emancipuar, të cilët janë të ndërtuar, por nëse largohemi prej Prishtinës, në për zona rurale, në për komuna të ndryshme, vajza trajtohet shumë ndryshe se sa si trajtohet këto. Është e vërtet, është e vërtet. Unë nuk pres që në zonat rurale, në vendet të ella, të trajtohet vajza që ju e trajtojni vajzën e juaj. Është e vërtet, mirë po unë prap refuzoj me mendu që është gjithka njëjtë. Unë prap e shoh që në vendin tonë, rajonin tonë, shtetin tonë, fisnikëria, bujaria, ekziston në familjen shqiptare. Ende. Ende, nëse nuk e shpreh në mënyrën më moderne të bukur, mirë po e din që duhet me asgjat dorën bijes shtëpisë. Bile tash që kam fillu me unda pronat e sanat, adin aq më mirë. Mirë po prap... Po çfarë do të ndryshoje? Çfarë të pengon në mentalitetin e trinjve sot, ose çfarë do doje që të mos ishte i pranishëm si dukuri, si fenomen në shoqërinë dhe gjeneratat e reja sot? Shife, si fenomen, unë do doja që nanat t'i edukojnë djemt më mirë. Që mos të bohen, që to në gjuhën angleze golden child, djali, s'ko. Edhe kur, për shembull, nëse djali ka me gjetë një të dashur, me thonë, me qenë hisenike, me qenë, mirë po, duhet me lonë me fluturu nga foleja, me shku jetën e vetë. Kështu që edukata e nanës, edhe ato probleme që i kena, sigurisht janë edukatat e këqia prej nanave që kanë marrë të djemë, që i kanë rritë ata djemë, që mi bot pa prekshëm, mi bo si despot, ti e kete drejt, ti duesh me thonë kështu, gruja duhet me të silë rreth, all about you që thojnë angli veç, ti që ka dënë, qashtu mos me pas mendimin tëndë, me pas trunin e fshim, se ti pja siguron një ardhmëri me të holla, ti e ke këto, qka ke nevoj? Ajo, për mu, është e papranueshme komplet. Po thua për sjelljet e një 17 vjeçari, 18, 19, 20, ka faj shumë nëna dhe babaj se si... Nëna komplet, nëna dhe babaj, kryesisht nënat, se nënat janë shtylla shtëpis. Nëna është ajo që e barometri maj mirë. Mirë po, kryesisht mbajnë me në shpend, kom hasë dhe kom pa që nënat cilat kanë qenë të abuzume, ma keq i kanë eduku djemë të tyre, fëmijët e tyre për asi. Interesant. Një grua që është abuzuar nga një mashkull, nuk arritur të edukoj djalin. Djalin e vetë, e bon njejt, më keq. Kështu që jo këto problemet për atë, unë shumë kom dëshirë që shëndeti më ndorë të ne, tjetë ma e hapur. Më prioritet. Prioritet, besom jo si e fundit, besom se krejt probleme që apikena prej shëndetit më ndorë, prej gjitha këto seneve. Po sot flitet hapur, sot edhe reality show si Big Brother dhe në gjithë Kosovën dhe Shqiprinë, e kanë thyer pak tabu në stigmatizimit shëndetit mendor. Po flitet pak më hapur se trinjt nuk janë shumë të turpshëm të flasin në për TikTok, në për Instagram, që vuajnë nga ankthi, nga depresioni, nga sulmet panikut, flasin po. Gjenerata Z janë shumë të hapur. Fatmirësisht po. Për këtë më vjen mirë realisht, më bëhet shefi për këtë. Po shoqëria jonë, shteti jonë i ri,
i brisht. Nëse nuk punojmë këtë çështje, ne nuk kemi me pas shtet, nuk kemi me pas shoqëri të shëndosh, kemi me qenë apo shef, për shembull, narcisist, mosh kujtjon të na. Narcisist s'ka ku shkon. Në perëndim pasqyrojnë si kurse mentalitet oriental, asi tjetër flas me ty, në anën tjetër me dikën tjetër flas me ndryshe, me ato tjetër. Ndrojmë 1 milion fytyra, i kena njëjtën kohë. Asnjëherë njëjtë nuk e fol. As unë me ty, për shembull, as me Amirin. Po thua që burrat kështu janë... Ashtu jo, se dojnë me mbajtë në kontrol gjithë situatën, edhe normal që të pastaj krijohet narcisizmi. Është si individ narcisist me qenë, është shumë okej, një individ trajtohet shkon. Ke frikë pa për të ardhme në vajzave tua? E ke brengën si nën? Po, patjetër. Qatë sa e duket vend, qatë kam... Miliona frikra. Si çdo non, më të mira e botës e mendon për fëmijën e vet, edhe çdo herë ka ato pikpyetjet edhe ato të thonë, hajde ndorë Zotit. Por, kur vjen puna tek Zoti, beson shumë, lutesh? Unë jam iluministe, lut në Zotit direkt, nuk jam shumë e përqëndrume me merite fetare, edhe pse i du shumë, i mbaj gjitha festat, i mbaj Këshëndellat, Ramazanin, Bajramin. Keni tolerancë të theksuar fetare? I dua shumë. Në rregull. Në gjithë këto angazhime, sepse më kthy edhe pak në fillim të emisionit, çka mundemi me zbulu pak në gjithë këto angazhimet që je momentalisht, ose ku mundet publiku me të pa më afër, ose... Shefe, unë përpos aktiviteteve që bëj, ndonjë angazhim, se dhe ashtu filma nuk ka që punohet shumë, që ato pjesë që ajma rase, ose naj shfaqe, kryesisht një ko pa ta përqëndru në regji të shfaqeve. Ama gjdo herë kam dëshirë në kokën time të kryoj një projekt të ri. Të kryoj një projekt i cili është aktual me kohën. Të bëj hulumtime, si tash këto që jam të i bo. Gjdo herë e shof edhe më lidhet në kokë pse të na pse mos me qenë që kjo dhe të na, pse mos më bo kur ndodh di kam bot. Edhe gjdo herë kom fatin se udtaj edhe, nuk udtaj shumë në përbot. Edhe një kultura dhe që kulturat të ndryshme. Mirë po, paka shumë më reflektohet ato që ka shof, nuk e kopjoj, por... Shqipërizon. E Shqipërizon. Të pengon pak që të rinjë tonë janë shumë të politizuar dhe miren shumë e politikë? Të mërë. Sot diskutohet shumë që prime time është vetëm për bura, për debate politike, për të bërtitur, për të folur për politikën, por pavarësisht janë çështje shumë të rëndësishme politika, e mirëqenia e vendit, e ardhmja e vendit, por të rinjt më duket janë më shumë politizuar se sa që duhet. Në çdo tavolinë kafe je përmenden emra protagonist politik, e pak flitet për artin, kulturën, për të bukurën, e mbase të rinjt duhet kenë një qarësi më ndrysh, nuk e ti, nuk po flasë për fajtor, nuk po i vë faj kur kujtë, se gjithmonë është jetim këj fundit, po të këty si eshe. Unë e kom fajtorin, shteti, qeveria, gjithë shka që ka merën partit jonë fajtore. Se ti kur i reu mbjetesën e shef mënyrën ma të letë për me qenë dikushi, mu pasuru, me pas një... Gjitha këto tjera që shkojnë komplet, atëherë normal që thot kjo ma ofroj ma mirë, kjo edhe politizohet shoqënia, se i vetëmja agencion për punësim, edhe me marrë një rogë, kam fillu të bëhen partit, edhe shteti, edhe i reu i do të hollat me dalë, i do të hollat me shkun kinema, i do të hollat shumë lete e manipulon, se do në mi ble një parë po e zojnë gjinse ose patika, qka do qoftë, edhe i arin, kështu që e manipulon shumë letë. E kjo është edhemshme. është edhemshme se kemi një shoqëri të shëndosh, të mirë, të menqur, që flasin disa gjuhë, mirë po këto po na goditin edhe neve, ndoshta jo në mënyrë direkte, mirë po në mënyrë indirekte, po na godasin, asaj përket debateve televizive, unë e shoh si një odë të burrave. Odë të burrave, e cilët ngrisin zërin dhe e thajnë fjallën. Asgjë më tepër, nuk është një debat me urtësi, me inteligjencë, me fakte, me qetësi. Shoh një odë burrave, apo ma mirë është një meq, që kësha bu një shfaqe shumë të mirë në ring të boksit.
Me kështu po paralelizon se çfarë ndodh në për tavolinat e debateve politike në vendin tonë. Unë e kësha përjashtu pak presingun, sepse presingu është shumë i qetë, edhe Leo është shumë i qetë. Nuk e pata. Pedi, më takon mua të them. Më takon mua të them. Jo, kështu se i hyra në tanësi, se nuk kom dasi. Edhe për ndryshe, Leo jep shumë hapësi dhe grave dhe vajzave t'jem pjesë. Po, Leo, po se po e ka po. T'jem pjesë e debatit. Në peja për shkan? Apo ke kohë që të pak në të shtunë dhe të djelen të largosh për Prishtinës dhe zhurmës të shkryq qytetit? Fatkeqësisht jo, shumë pak. Njëjtë. Shumë pak. Mirë po mungon që të erpeja, sidomos kur ndrohen stintë dhe fillon Lumbardi, edhe ajo pjesë të i pesti, si që themi ne, çdo herë kom nostalgji me vizitu, kom nostalgji me i vizitu qevaptorët dhe ëmbëltorët, se unë nuk më kalojnë asnjëherë. Kolumba shampitet e pejes, a? Nuk ka diskutim. S'ka diskutim, ata që nuk e din, kanë hupë shumë. Jo, definitivisht, ajo është çmenduri aty kur hyn atë ëmbëltorët cilën do. Shumë e vërtet. Edhe mi bo ato gjirot në atë kurzën e famshme të pejes, kështu që e dua ato. Unë sidomos që me lidhe me pjesën e Karagaqit, që aty e kom pas, kom shtëpin, është parku, parku i madh, nëse të kujtohet. Ke nostalgji shumë, po në një moment ose tjetër, kur do që ke kohë, nuk heziton me shku? Jo, nuk hezitoj, bile kom dëshira dhe çdo herë kur vinë miq musafir nga jashtë, tash Prishtina si Prishtinë. Prishtina nuk ka diçka kushe diçka për pos shpirtit edhe kafeve. Ato që të gjithë e din. Ama për me pa pak natyrë, me dol, me pa diçka tjetër, është pastaj kisha Pejës, manastiri Pejës, në gjenerata, ajo në gjithje në arrit, në ato oborin e kishës. Ka kulturë të jashtëzakonshme, jo vetëm Pejë, por në gjitha qytetet komunat, pastaj Prizreni, Gjakova, ka abonemente të jashtëzakonshme, të cilët që po thuati kur të vinë miqt nga jashtë, mundesh me i prezentu dhe mundesh me i njëftu. Mundesh me i prezentu edhe me undi krenare ku po i qënë. Pastaj ofër është edhe Deçani, Radovci, gjitha ti kena Istogun, gjitha ato pjesë. Dugagjini, si domos. Rafshi Dugagjinit nuk ka ma mirë mbot. Unë falenderoj shumë që ishë në studio dhe të kërkoj falje që të largova pak për angazhimeve dhe për punëve dhe të mora pak në kanape, por gjithmonë kënaqësi me të intervistu dhe me i dëgju përgjigjet e tua që janë në një nivel të jashtëzakonshëm. Dhe nga njerë thonë sepse s'po e thirë dikë të meqë, me folë, me bisedu, zakonisht të them që pikërisht këto intervista shikon shumë pak. Kur kam njerës si ty, shikon këto intervista shumë pak, lypin vajza virale, lypin djemë viral, pastaj kur i thrasim ata thonë pse po i thirë këta, dhe më thënë është një katrahur shumë e madhe në rrjetet sociale që vlerësohet, nuk vlerësohet, vlerësohet, nuk vlerësohet. Lumë kush e ka pa këtë intervist dhe i ka dëgju këto pyetjet tuaja. Faleminderit, kënaqësia është çdo herë imja, edhe pse sot nuk e pash Amirin, e përshëndes. E përshëndesim Amirin. E përshëndesim edhe unë mendoj që misioni yt është vazhdosh kështu. Kemë pas edhe të musafir të llojit të atill, edhe të si ne bajotave. Jo, as pak. Kështu që veç misioni yt është mi pa të dy javën. Faleminderit shumë që ishe në studio.